Dyert në komunën e Vrapçishtit sot mbetën të mbyllura. Punëtorët që erdhën për t'ju drejtuar vendeve të tyre të punës hasën në dyert të mbyllur dhe pa asnjë sqarim se çka ndodh. Ora është gati 12 dhe komuna vazhdon normalisht të jetë mbyllur. Të informuar nuk ishin as banorët të cilët kishin ardhur për të kryer shërbimet në komunë. Për çka ke ardhur? Për ta paguajtur ujin. Edhe Kanalizacion. a punonte diçka? Asgjë as punon. Kurrë, këtë mbyll. A e dini pse do? Ja nuk e di. Prej punë u ktheva këtu në thash me paguajt. Nuk ka kur gjë këtë mbyll. Disa punëtorë të komunës së Vrapçishtit që deshën të mbeten anonim përmes telefonit na sqaruan se dyert janë mbyllur nga ana e ish-kryetarit të komunës Isen Shabani. Alsat pyeti Shabanin nëse kjo është e vërtetë. Ai pranoi si ka mbyllur dyert, ndërsa arsyetohet me atë se mandati i tij në ditën e djeshme ka përfunduar dhe se s'ka ç'kërkon më në komunë. Mua dje me datën 9 nëntor ka mbaruar mandati, sot jemi në datën 10 dhe këtë duhet të pjesni qeverin apo të dërguarit të besueshmërit qeverisë. Kjo nga sot duhet të ishte më të tjerë. Dhe sigurisht policia është e tjetër, e qeverisë dhe të besueshmërit të qeverisë pse dera është mbyllur. Mandati im tjetër mbaruar, sot unë jam qytetar i lirë. Në komunën e Vrapçishtit gjatë raundit të parë zgjedhor për zgjedhjet lokale, të njëjtat dështuan si pasojë e mosarritjes së censusit. Zgjedhjet e reja duhet të shpallen nga kuvendi, ndërsa qeveria duhet të cakton drejtuesin e besuar të komunës.